Pas shpalljes së rezultateve të provimit të matematikës, Qendra Kombëtare Arsimore e Vlerësimit të Provimeve ka nisur punën për hartimin e testeve për provimet me zgjedhje që do të zhvillohen në 15 korrik. Drejtoria e kësaj qendre, Shpresa Petrela, thotë se në ndryshim nga provimet me detyrim të maturës shtetërore, provimet me zgjedhje do të kenë vetëm pyetje me alternativa. Provimi me zgjedhje do të jetë vetëm me alternativa, me 4 alternativa, ku vetëm njëra alternativë do të jetë përgjigje e saktë. Kandidatët krahas testit do të kenë edhe fletën e përgjigjeve. Dhe mënyra se si do të plotësojnë fletën e përgjigjeve, kandidatët do të jepen ato udhëzimet e veçanta. Konkretisht, në këtë fletën e përgjigjeve ka disa rubrika, siç është rubrika e numrit të regjistrimit, rubrika e emrit dhe njëkohësisht e lëndëve me zgjedhjeve dhe e kërkesave. Duhet të jenë kujdesshëm, nuk duhet të bëjnë shenja, nuk duhet të kalojnë jashtë atyre rrafëve që duhet të mbushin, sepse çdo shenjë përkthehet nga lexuesi optik, përkthehet në numra të caktuara. Ambientet ku do të zhvillohen provimet do të jenë auditore të zgjedhura, por jo salla të mëdha siç është Pallati i Kongreseve. Për sa i përket për llogaritjes së pikëve, Petrela thotë se kjo do të bëhet nga vetë fakultetet. Ta të fundit do të shpallin dhe listat me emrat e maturantëve që do të vazhdojnë shkollën e lartë në degët e çdo fakulteti.